Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, e falenderojmë Allahun, Zotin, krijuesin e botrave. Mirësi dhe bekimet e tij qofshin mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtarë që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Allahun e falenderojmë për mirësitë dhe begatitë e panumërta që ai na ka dhënë neve. Ne sillemi, rrotullohemi, lëvizim, notojmë brenda mirësive dhe begative të Allahut, nga aja e gjës deri tek zhëja e saj, ne jemi vetëm në mirësi dhe në begati dhe në bekimet të Allahut xhel xhelalu. Madje edhe kur gjërat në jetë nuk na shkojnë mirë, apo ashtu siç i parashikojmë ne, apo si çdo njeriu, faktikisht ajo në një formë është mirësi për robën. Sekretin e cilës njeriu do ta zbulojë, nëse nuk zbulon dot në këtë botë, do ta zbulojë në botën tjetër. Edhe leximi i surës Al-Kahf është një nga, le të themi, këndvështrimet e kësaj që unë thash, ose një nga interpretimet e kësaj që unë thash, se si nga njëherë fatkeqësitë, sprovat e jetës, faktikisht, pavarësisht dhimbjes, pavarësisht gjës që nuk është ashtu si çdo njeriu, për shembull, është mirësi dhe bekim nga Zoti xhel xhelalu. Sikur vetëm menu njeriu që sprova është pastrim, vetëm kaq me menu, kjo është më së mjaftueshme që sprova e madhe apo e vazhdueshme tjetë një sprovë pastruese e përhershme. Gjithmonë unë, kur në vdekja një fëmijë për shembull, më shkon në mend kjo e surës Al-Kahf, dhe më shkon në mend hadithi që thotë ka shkuar bosh ai njeri që vdes pa çuar një fëmijë përpara. Subhanallahu. Pse? Se dhimbja e fëmijës nuk i kputet prindit asnjëherë. Mirë, pa ajo dhimbje e vazhdueshme, çfarë është faktikisht? Pastrim. Ose dikë ka sprovu Zoti mos më pas fëmijë. Ose dikë ka sprovu Zoti më humb gjithçka, siç ndodh me vëllezërit dhe motrat tona në Gazë. Llogariti, domethënë, se si një gjë e keqe, parametrat njerëzor kthehet për robën, për njeriu, pra, mirësi dhe bekim. Kështu që ne, pavarësisht se jetojmë në të mira apo në të liga, në kohë të themi të begata apo në kohë të vështira, sidoqoftë situata jonë, faktikisht ne prap jemi në mirësi të Zotit. Alhamdulillah. E ti je musliman i udhëzuar, kjo është bazamenti. E çdo gjë tjetër mbas kësaj nuk është gjë tjetër vetëm si një vlerë plus e shtuar. Dhe ne sot për shembull mlidhemi mbasi 1500 vjetësh që ka jetuar pejgamberi alayhis salatu wassalam, lexojmë për jetën e tij, për mrekullitë e tij, analizojmë fjalët e tij. Mbasi 1500 vjetësh, ku në Ballkan, ku në Shqipëri, ku në Tiranë. Është bekim për Zotin, vallahi, është mirësi për Zotin, që ne duhet jemi shumë falendërues ndaj Zotit që na mundson një gjë të tillë. Ka të tjerë që Zoti ndoshta ju ka dhënë më shumë se ne pasuni, më shumë se ne pushtet, më shumë se ne zgjuarsi, më shumë se ne bukuri, më shumë se ne para, por nuk janë me Muhamedit alayhis salam. Kurse ne jemi me Muhamedit alayhis salam. Kjo është pasunia më e madhe, të ta mundsoj Allahu ty apo mu, apo neve, pra, që të ulemi herë mas here me Muhamedit alayhis salam. Është bekimi i madh, kjo është pasunia më e madhe. Asgjë tjetër nuk ka vlerë, asgjë tjetër nuk mund të krahasohet me këtë mirësi. Për këtë arsye thoshin, kush merret me hadithin është njeriu më i mirë. Mundësi me trupin e profetit nuk pati të jetonte, po jetoi me fjalët e tij. Kështu që këshill për besimtarët, këshill për imamllarët, për hoxhallarët,
të lexojnë xhamateve të ty në hadithet e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Pse? Edhe imami ka nevojë, shton diturit e veta, njohurit e veta, has në një transmetim që ndoshta ka lexuar dikur, pa ka harruar, ose në një transmetim që ka lexuar asnjëherë. Pse dikush ka marrë shkollë, nuk do thotë që ka lexuar gjithçka mbi hadithet e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Ose has në diçka që se kupton, lexon, mëson. Po më e rëndësishme se kjo është që ti si imam apo si hoxh bashkë me xhamatin tat i mundsoni vetes të rrini 5 minuta apo 10 minuta me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Jo me trupin e tij, po me fjalët e tij, me veprat e tij. Dhe kjo është e rëndësishme shumë. Ti jetosh me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe ne elhamdulillah në këtë ditë që është ditë e diel, nata e të hënës, këtë bëjmë. Mundohemi që të rrim, të lexojmë, të shohim mbi jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mbi mrekullitë e tij, jo se kjo neve na duhet për të besuar, po thjesht na forcohet edhe më shumë imani dhe besimi jon, siç tha Ibrahimi alayhi salatu wassalam, kur i tha Zoti, pa nuk beson ti o Ibrahim? Tha o Zot, ma trego si ngjall të vdekurit. Tha awalam tu'min? Tha po pse nuk beson ti? Tha jo Zoti, besoj. Ama kur shoh se si ngjallet i vdekurit, më shtohet edhe më shumë imani dhe besimi. Dhe Allahu xhelel xhelalu ja mundsoi një gjë të tillë. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për të larguar këtë keqkuptim mbi atë që mund të kuptohet nga fjala e Ibrahimit alayhi salatu wasalam, çfarë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Nahnu ahaqqu bish-shakki minhu. Po të ishte që Ibrahimi alayhis salam ka dyshuar, ne jemi më meritor për të dyshuar se se Ibrahimi. Pra absolutisht nuk bëhet fjalë që të jetë këtu punë dyshimi, po bëhet thjesht fjalë që të shtohet imani edhe besimi. Edhe ne kur hasim në këto mrekulli të pejgamberit alayhis salam, të cilat njëkohësisht profetizojnë faktin që ai është profet dhe pejgamberi i Zotit, na shtohet edhe më shumë imani edhe besimi. Para kjo e dyta, gjëja tjetër shumë e rëndësishme në lidhje me këtë tematikë që ne kemi nisur, është se në përgjithësi ne mendojmë, ose le të themi është si një mendim, kështu që mrekullitë e profetit janë 3-4 mrekulli ose 5 mrekulli, sikur s'ka mrekulli shumë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ndërkohë që ne po shohim për shembull, ne sot jemi tek 250-a. Po ka raste që kemi fut 3 mrekulli e kemi numëruar 1, ose 2 mrekulli e kemi numëruar 1. Kemi pas rast që 4-5 mrekulli kemi numëruar 1 sepse ishte një transmetim. Dhe akoma nuk kemi mbaruar dhe mendohet që inshallah tal shkëndej ke 500 apo 600. Subhanallah. Mirësia e Zotit. Normalisht mos më harruat atë ngjarje që ndodhi sot në Durrës, faktikisht ishte ngjarje e rëndë. Edhe kjo është le të themi një lloj profetizimi dhe një lloj profecie që Zoti thotë në Kur'an, mos ju afroni alkoolit. Pra një njeri i dehur shkon dhe përplaset në një park lodrash edhe vdes një fëmijë, domethënë. Me gjithë kjo vjen për alkoolit, apo 2. Subhanallah. Tragjedi për Zotin. E gjithë kjo vjen si pasojë e asaj që njerëzit nuk i përmbajnë mësimeve, porosive. Ai Zoti kur e boni haram alkoolin, e boni pse e din Allahu xhelel xhelaluhu që njeriu do të dëmtohet për kësaj gjëje. Edhe ky është një fakt, po sa raste mund të jenë të paregjistruara, që nuk dihen, që ndodhin. Innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha'a fil khamri wal-maisir. Shejtani nëpërmjet alkoolit, nëpërmjet bixhozit do të mbjelli mes jush armiqsinë, urrëtitjen, subhanallah. Domethënë më pastër dhe më qartë që është thënë, subhanallah. Atëherë ne do të vazhdojmë inshallah taala sot me numërimin ose me citimin e mrekullive, po jemi
në përmendjen e profecive të pejgamberit alayhis salam në rastin ton, pra lajmeve të tij mbi njerëz cilët do të jetojnë si besimtar, do të vdesin si besimtar dhe do të jenë banor xhenetit. Kur pejgamberi sa më thot për njëri duke qenë gjallë që filoni është prej xhenetlive, do më thonë se ky njëri patjetër duhet të jetojë si musliman dhe duhet të vdesë si musliman. Sepse nëse ky njëri para se me vdek del nga Islami, do thotë që fjala e pejgamberit sa nuk është e vërtetë. Qartë, për këtë arsye, këto që ne po numërojmë konsiderohen mrekulli në të njëjtën kohë dhe profeci, pra profetizime të profetit që prej tyre ne kuptojmë se ky burr nuk fliste nga vetja e vet, po çdo gjë e kishte nga Zoti i gjithësisë, sallallahu alaihi wasallam. Atëherë jemi tek 250-ra, tek 250-ra. Njoftimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sahabiut që po ruante, këtu duket sikur ka përsëritje, po s'ka përsëritje. Se tani do të vijë Abu Bekri, tha, dhe njoftoje se është për banorëve të xhenetit. Fakti që i tha tani do të vijë Abu Bekri, dhe me të vërtetë erdhi Abu Bekri, që është konsiderohet mrekulli dhe profetizim, profeci. 251 e njëjta gjë, njoftimi i tij ruajtësit se tani do të vi Omeri dhe përgëzoi atë se është për banorëve të xhenetit. Fakti që profetizoi se do të vi Omeri, nga e dinte se do të vinte Omeri, dhe me të vërtetë erdhi Omeri. 252 njoftimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ardhjen e Aliut, transmetim tjetër, rojtarit. I tha tani do të vi Aliu radiallahu anhu dhe njoftoje se është për banorëve të xhenetit. Thot Xhabir radiallahu ta'ala anhu, na tha një ditë pejgamberi sallam, tani nga ky gardh do të futet një burr për banorëve të xhenetit. Dhe u fut Aliu radiallahu ta'ala anhu. Tha, ittali alaykum min tahti hadha suri rajulun min ahli al-janna, Allahumma in shi'ta ja'altahu aliyan 3 marrat fatala'a aliyum. Do të futet nga ky gardh tani një njeri për banorëve të xhenetit, o Allah qoft ai Aliu. 3 herë, o Allah qoft ai Aliu, o Allah qoft ai Aliu. Dhe në të vërtetë erdhi Aliu radiallahu ta'ala. Ktu kemi 2, edhe përgjigjja e lutjes, edhe profetizimi i ardhjes së Aliut radiallahu ta'ala anhu. Zoti qoftë i kënaqur prej tij. 253 njoftimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për një grup të madh sahabësh radiallahu ta'ala anhum se janë prej banorëve të xhenetit. Pra, do të shohim ne për shembull, ata që kanë prezantuar Bedrin, të gjithë kanë tek si musliman, si besimtar. Numëroj çik sa janë, 300 e sa. Atëherë sa do shkonte numri këtu? Vetëm me këtë hadith do shkonte numri këtu 500. Pa hadith e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që tha, kush më ka dhënë besën në pemën Ridwan, në beslidhen e Ridwanit, është për banorëve të xhenetit. Dhe të gjithë ja dhanë besën përveç një personi. Ai ishte prej hipokritëve, prej munafikëve. Sa kanë qenë aty ata që kanë dhënë besën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ato Ridwan, afërsisht 1000 sa vetë. Numëroj që futi këtu, sa shkon numri. Për këtë arsye them, nuk ka pejgamber që të ketë pas mrekulli sa pejgamberi jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Normalisht në besimin ton, pa besimin e Ahlusunnetit, është se ne nuk mund të gjykojmë për një njeri se është banor i xhenetit. Sa do i mirë, sa do i ne nuk mund të themi që ky është në xhenet, se themi dot. Ne mund të themi shpresojmë, inshallah, sot e pas pranu. Ashtu siç edhe nuk gjykojmë dot për një njeri se është banor i xhenemit vetëm nëse ka vdek si jo besimtar, si mohues e tjerë e tjerë. Ndërsa kur shohim fjalët që ka thënë Zoti se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ka dëshmuar se është për banorëve të xhenetit, ne pa frikë themi që ky njeri është për banorëve të xhenetit.
Nëse ka thonë për të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pra, nëse dikush ty të pyet, "Ora Ebu Bekri ku është?" Ti me plot gojën mund t'i thosh, jo mund t'i thosh, po duhet t'i thosh që Ebu Bekri është në xhenet. Po ku ti dill? Po Allah ka thonë pejgamberi sallallahu ka njoftuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye në akide thuhet wala nashhadu li ahadin bil jannati aw an-nar illa man shahida lahu al-kitabu wa sunna. Nuk dëshmojmë për dikë me emër dhe mbi emër, pra personalisht se është për banorëve të xhenet, përveç se nëse ka dëshmuar për këtë gjë Kur'ani ose Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtu neve na bëhet një lidhje në raport me besimin ton për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë Zoti në Kur'an: "La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatala. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna." O vëllezër, të besosh se sahabët janë banorë xhenetit është akide, besim. Argumenti, ka thënë i madhi Zot Allahu xhallal xhelaluhu në surën Al-Hadid ajeti 10. Nuk mund të jenë njësoj te Zoti ata të cilët kanë luftuar para shërimit Mekës dhe kanë shpenzuar me ata të cilët luftuan dhe shpenzuan mbas shërimit Mekës. Mirë po, të dy grupeve Zoti ju ka garantuar xhenetin. Mirë po, të dy grupeve Allahu ju ka garantuar xhenetin. Pra sahabët që kanë pranuar Islamin para shërimit Mekës dhe sahabët që janë bërë musliman mbas shërimit Mekës, thot Zoti, wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Të dy jave grupeve, pra të dyja palëve, Zoti ju ka garantuar xhenetin. Dhe kjo është çështje, si më thon, akidje, besimi. Për këtë arsye nuk ka më të guximshëm dhe më të fliqur dhe më të poshtër se sa ata të cilët prekin shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ose flasin kundër shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E më e keqja është atë kur flasin për emrat të personifikuar nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si banor të xhenetit. Për shembull, Ebu Bekri ka ardhur me emër që është në xhenet. Vjen dikush dhe thotë është në xhenet, është qafir thotë Ebu Bekri. Po mirë vëlla, ai e shoqëroi sa ishte gjallë. I shkoi edhe në varr afër. Si më thonë, shoqërim sa ishte gjallë dhe shoqërim mas vdekjes. Allahu thot për nënat e besimtarëve, për gratë e pejgamberit se janë nënat e besimtarëve. Tani si ka mundësi që dikush kjo grua e profetit, nënë e besimtarëve, do të jetë në xhenet me profetin? S'ka dyshim, se thot Zoti në Kur'an, një gjë të tillë. O gratë e profetit, nëse doni mirësitë e kësaj bote, e jani ty a jap. E nëse doni Allahun dhe ahiretin, boni durim. Dhe gratë e profetit, mas t'i ajeti kës zgjodhen, Allahun dhe dërgumin e tij thosem. Premtimin kush u dha për xhenet? Allahu. Tani si mund të çohet dikush dhe thot janë zjarr apo zjarr xhenetit. Nuk e di pse u bë lidhje, pa rëndësishmë që ne duhet dim se prekja e sahabëve, e shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam tregon një problem shumë të madh. Në besim, po edhe një lloj, le të themi, goditje, domethënë e Islamit. Pse? Se në fund fare, këta janë ata të cilët kanë transmetuar fen tek ne. E nëse transmetuesi i fesë është mohues apo qafir apo me probleme, tani si nga duhet ta marr fen unë? Për këtë arsye, domethënë në të gjitha librat e doktrinës, akides, besimit, përfshihet një kapitull i veçantë që është besimi ynë mbi sahabët, mbi shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe se ne besojmë se prekja e tyre është shenjë e hipokrizisë, shenjë e armiqësisë ndaj Islamit, shenjë e dashakeqësisë. Dhe se prekja e tyre faktikisht çon në devijim deri në dalje nga Islami. Allahu na ruaj.
Në një hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka mbledh ato që quhen 10 të përgëzuarit. Dhe këta të 10, siç është përmend hadith, gjithë kanë ndruar jetë në Islam. Zubair ibn al-Awam. Zubair ibn al-Awam, a dini Zubair ibn al-Awam? Zubair është ai i cili, për një moment po ju them, nga jeta e Zubair ibn al-Awamit, i çën letra Omerit na duhen thon 5000 ushtar. Dhe Omeri çon 4001. Thot 4000 për 4000 dhe 1 për 1000. Zubairi ishte baraz me 1000. Ka qenë ndër të vetmit që kur futej në luftë, luftonte me 2 shpata. Dhe nuk e kuptonte që ka dalë matan rreshtave të luftës vetëm kur i lirojshin durët. Dhe ka qenë i vetmi që kur futej në luftë vetë çunin e vet Abdullahin përpara, e ulte në pren, edhe luftojte me të dyja durët, radhiyallahu ta'ala anhu. Pejgamberi sa në hadithin e njohur të 10 të përgëzuarve me xhenet, njoftoi pra për Zubairin radhiyallahu ta'ala anhu. Talha bin Ubaidillah, edhe ky është një nga 10 të përgëzuarit. Pra kemi Abu Bekrin, Omerin, Uthmanin, Aliun, kemi edhe të tjerë që janë përmend në një hadith. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Ubaida ibn al-Jarrah Emini, ose si më thon ruajtësi i sekreteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Saad ibn Abi Waqqas ka ndruar jetë në përballje me Persin, dhe Sa'id ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhum. Thot transmetuesi ky Sa'id ibn Zaid, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë tha: "Asharatun fil janna", 10 s'ka dyshim se janë në xhenet. Abu Bekrin fil janna, wa Umaru fil janna, wa Uthmanu, wa Aliyu, wa Zubairu, wa Talha, wa Abdurrahman, wa Abu Ubaida, wa Sa'd ibn Abi Waqqas. فعد هؤلاء 9 وسكت عن العاشر. فقال القوم: نشهدك الله يا أبا الأعور، من العاشر؟ قال: نشهدتموني الله أبو الأعور في الجنة، سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل. Ka thënë pra ky transmetuesi i hadithit, Sa'id ibn Zaid, thot pejgamberi sa më tha 10 njerëz janë në xhenet, Abu Bekri në xhenet, Omeri në xhenet, pastaj tha Uthmani, Aliu, Zubairi, Talha, Abdurrahmani, Abu Ubaida, Sa'd ibn Abi Waqqas. 9. I than njerëzit, pash Zotin kush është i 10-i. Se nuk e tregoi 10-in. Tha përderisa u betut në Zot, po ua them, un jam i 10-i. I përmend. Po ka dhe të tjerë, po këta janë 10-shja. Këta janë 10-shja, si më thënë Aika janë këta. Për këta është edhe në librat e akidës, thuhet, kur flitet për këtë dëshmojmë nesër është për banor xhenet, thuhet 10-shja e parë, do të thonë këta janë Aika e sahabëve, e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa ishte numri? 254, po edhe këto 10 264, 260, le të ecim 260. Njoftimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se Haseni, biri i Aliut, është për banorët e xhenetit. Dhe njoftimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se Hyseini, biri i Aliut, radhiyallahu ta'ala anhum, është për banorët e xhenetit. Këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e ka thonë, kur ata kanë qenë beba të vegjël, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Al-Hasanu wal-Husainu sayyida shababi ahli al-janna." Haseni dhe Huseini janë zotërit e rinisë së banorëve të xhenetit. Pra, rinia e xhenetlive ka 2 zotëni, si më thon, dy të dalluarit e rinisë në xhenet janë Hasani dhe Huseini. Hasan, themi ne, pa faktikisht arabisht është El Hasan. Hasan me e, Hasan edhe Husein. Ne e themi Hasani dhe Huseini, po s'ka gjë, nuk ka problem.
Atëherë, jemi 262. Njoftimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se Fatimeja do të jetë nga banorët e xhenetit dhe e para që do të vdesi mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë këtu kemi dy mrekulli. Edhe njoftimi se është e para nga familja e profetit dhe me të vërtetë i pari njeri që ka ndruar nga gjaku dhe familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë Fatimia. Dhe njoftimi se është për banorëve të xhenetit. Radiallahu anha, normalisht ka vdekur si besimtare, radiallahu ta'ala anha, Zoti qoftë i kënaqur me të alejha esselam. Atëherë 264 apo e 5, njoftimi se Khadixheja është prej banorëve të xhenetit. Njoftimin për Khadixhen e ka bërë me gjallëmëninë e Khadixhes. Për këtë arsye konsiderohet mrekulli dhe profeci. Një ditë ka qenë pejgamberi sa duke fol me Xhibrilin alayhi salatu wassalam dhe i ka thonë Xhibrili: "O Muhammed, tani do të futet Khadixhja. Njoftoja atë se Zoti i bën selam." Allahu Akbar. Dhe njoftoje se është banore e xhenetit dhe në xhenet do të ketë një kështjell prej kasab. Kasab i thonë këtyne kallamave, kallama perlash të tejdukshme që duke qa është mërë jashtë. Edhe ka i Xhibrili ka Khadixha radiallahu anha. I ka thonë: "O Khadixha, a di kush ishte?" Ka thonë: "Se di." Tha: "Ishte Xhibrili." Tha: "Çfarë tha?" Tha se Zoti të çon selam. Tha Khadixha: "Alejke wa alejhi selam wa ala Allahi selam." Tha: "Allahu të njofton nëpërmjet Xhibrilit se ti je prej banorëve të xhenetit dhe se do të kesh një kështjell në xhenet e cila do të jetë e ndërtuar nga kallam perlash dhe margaritarësh, çfarë duket më na duket jashtë. Përpara diçka të dukshme, më mend të jetë një kështjell vetëm kështu." Jo bile, i tha, subhanallah. Tha: "Në dorën e saj ka një tas me qumësht a me lënga diçka e tillë. Pra tani do të futet Khadixha dhe në dorën e saj ka këtë", i tha Xhibrili. Dhe me të vërtetë, sa u iku Xhibrili, u fut Khadixha dhe kishte një tas, siç e tha Xhibrili alayhis salam, në dorë, që ja kishte sjell për të pirë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njoftimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për Rumejsan, se është prej banorëve të xhenetit. Cila është Rumejsaja? A e dini, keni ngjur një herë për këtë emër, Rumejsa. Rajtuni dakhaltu al-janna fa idha bi Rumejsai imra'atu Abi Talha. E pash veten time në xhenet dhe aty pash dhe Rumejsan, të shoqen e Abu Talhas. Rumejsa është nona e Enesit. Ajo që kur erdhi Abu Talha për të kërkuar dorën, Abu Talha ishte goxha king i bukur, mashallah. Kishte të gjitha cilësitë që mund të kërkojë një femër të një mashkull, por nuk ishte musliman. Ishte qafir. Dhe të shërbej ky hadith si një sinjal dhe një këshill për motrat tona muslimane, të cilat nuk shohin fen dhe besimin e mashkullit me cilin martohen, po shohin makinat apo parat e tij. Shiko fen, edukatën, sjelljen e njeriu me cilin do të martohesh. Pra, Abu Talha i kishte të gjitha kriteret që mund të kërkojë një femër tek një mashkull. Pra, ishte i parezistueshëm për një femër. Dhe kur erdhi për të kërkuar dorën, i tha ajo, Rumejsaja, kjo gruaja për cilin ne po flasim, nona e Enesit. I tha, subhanallah, shif, o vlla pastërti, gjonët e folme, nuk ka pas turp, s'flas me burrat unë, jo më ka fol me të. Tha, o Abu Talha, tha, një mashkull si ti nuk refuzohet ka femrat. Trosh fare, pastër fare. Një mashkull si ti nuk refuzohet nga femrat.
por unë nuk mund të martohem me ty se ti je jo besimtar. Pra unë ndjenja kam, emocion për ty kam, po ka e diçka shumë më madhështore dhe më të rëndësishme në jetën time se sa emocioni. Se më bon dikush pujtë mu për më, po si t'ja bëj se s'më lënë se kështu, po ti si u martove me të? A nuk e dishe? Po unë si u martove ti me njëri që tani më pyet mu, o hoxh se po më bon probleme për namazin, o hoxh se më thot hajde dalim pim. Po ti a e dishe? Po s'ka pa pra se ka pa kallupin. Kallupi për i vit në palestër transformim. Po mrena është i kalbët, po që qafir, po që mohus. Që duhet kallupi? Kallupi ka për të bo bald. Shpirti është ai që e bën robin, nuk është kallupi. Apo para e tjetë. E rëndësishme, e tha unë jam dakord tha që të martohem me ty, por mehri, dhurata martesore të jetë pranimi i islamit. Nëse pranon islamin, kur të dush hajde. Ebu Talha i zgjut, i mençur, normalisht që edhe fryma ishte komplet gjë tjetër, islami vetëm se triumfe, vetëm se korrje, vetëm se ngritje, pra edhe ai i punon të arsyeja dhe tha, më lërt mendohemi, tha. Shkoi me nu Ebu Talha dhe tha, ka drejt ajo. Po pranoj islamin e po martohem me të. Shkoi tek pejgamberi sa pranoi islamin, erdhi tek Rumejsaja dhe i tha, unë tha, kërkoj dorën tënde. Tha, ja, di kushtin, tha, kam mbaru kushtin, jam bërë musliman. Pejgamberi sa tha për Rumejsan, tha, e pash veten time në xhenet, pa nëndër, ka pa veten pejgamberi sa në xhenet, dhe pash që aty ishte dhe Rumejsaja, gruaja e kujt e Ebu Talhas. Radiallahu ta'ala anha. Profecia e pejgamberit sa mbi Ummu Zufer. Ummu Zufer është ajo gruaja që i binte të fikët, që kishte smunjen e tokës. Që tha Abdullah ibn Abbasi me Ata ibn Abi Rabah. Ata ibn Abi Rabah është nxënës i kujt? Abdullah ibn Abbasit. I tha një ditë Abdullah ibn Abbasi, hadithi i njohur, keni dëgjuar, kush disa herë. I tha Abdullah ibn Abbasi, pra shoku i pejgamberit sa dhe nxënësi i tij, tha nxënësit vet Ata ibn Abi Rabahut, i tha të tregoj tha për një grua për banorëve të xhenetit dhe historia dihet, me fjalë që erdhi një grua tek pejgamberi sa të cilës i binte të fik, kishte epilepsi. Tha o pejgamberi i Zotit, un kam smunje toke, që i themi në shqip, ose epilepsia. Tha o pejgamberi i Zotit, usra, bjer të fik dhe bin tokë. Lutju Allahut më shëroj. Tha pejgamberi sa nëse ti dëshiron, in shi'ti saberti walakil janna wa in shi'ti da'utu Allah an yu'afiki. Po durove ke xhenetin dhe po dëshiron, un lutem për ty dhe shërohesh në vend. Ajo tha ja, un po duroj dhe po du xhenetin. Pra le të ndodhi kjo gjëja. E rëndësishme është puna me xhenet, du xhenetin. Por o pejgamberi i Zotit, lutju Allahut që mos të zbulohem kur të rrëzohem tokë. Subhanallah. Asa i binte të fikt, humte vetë dijen dhe kishte merakun që kur rrëzohet diku, i zbulohet trupi, pra hijabi i zbulon trupin. Çfarë meraku kishte, radiallahu ta'ala anha, Zoti qoftë i kënaqur prej saj. Kurse motra muslimane sot tu i bore xha 1.348.000 herë që ta vej hijabin. Jo po puna, po shoqni, jo po e ke parasysh rob çfarë do të thon për mua. Jo po e ke parasysh po fisi nuk janë, ke parasysh se do të thon. Kjo kishte hall që kur i bjer të fikt dhe humb vetë dijen, i zbulohet trupi që me sheriat, me fes s'ke përgjegjësi kur je në këtë lloj situate, pse del trupi jashtë se s'ke. Për këtë arsye Fatime radhiyallahu ta'ala anha që e përmendëm. Subhanallah. Është e para që ka sjell në Islam traditën e mbulimit të arkivolit e tabutit femrës. Se deri në vdekjen e Fatimes, radhiyallahu ta'ala anha, femrat dhe meshkujt veheshin tabut dhe çoheshin varr.
Fatimia radhiyallahu anha e kalon me amanet. Ka thonë kur të vdes, vendosni mbi tabutin tim diçka. Dhe mbulojeni me robë. Pse? Nuk donte që të dukte trupi i saj, radhiyallahu anha. Zoti qoftë i kënaqur për saj. Inshallah këto gjëra i bëjnë dobi motrave muslimane, të cilat akoma janë ta vej, mos ta vej, ta vej, mos ta vej. Shif çfarë shembulli dhe çfarë, si më thon, modelesh na ka trashëguar historia e Islamit, si për martesën, si për mbulesën, si për hijabin e kështu me radhë. Numrat do të shohim anë nga fundi se na ikën numrat, po më duket se jemi tek 60 besoj. Apo 70, 270 besoj. Njoftimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për gruan, historinë e gruas me 2 gocat, se është prej banorëve të xhenetit. Nuk e di, më duket se na ka kalu kjo, por na ka kalu në formë tjetër. Që pejgamberi sallallahu Aisha radhiyallahu anha tregon se erdhi një gru me 2 goca tek nëna e besimtarëve, Aisha radhiyallahu anha, dhe i tha nëna e besimtarëve, a keni gjë? Aisha radhiyallahu anha tha, nuk kemi asgjë, po shofi herë, si më thon. Edhe gjeti 3 kokra hurmi, shtëpia e pejgamberit alayhis salam, 3 kokra hurmi. Edhe dha 3 kokra të hurmit. E tu bë muhabet nëna e besimtarëve me këtë nonën. Gocat e vogla i hongën hurmat, edhe po shifshin nonën që kishte ngel hurmin në dorë se po fliste. Edhe çfarë bënë, ndau hurmin në 2 pjesë, edhe njënës gocë, gjysmën tjetër gocës tjetër, edhe ngeli pa gjë vet. Aisha radhiyallahu anha i boni shumë përshtypje kjo ngjarje. S'kishte pa ndonjëherë kështu Aisha radhiyallahu anha. Dhe s'ka pas fëmijë Aisha radhiyallahu anha. Dhe kur vjen pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e shef që Aisha e lexonte pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, nuk kishte nevojë të thoshte që ka ndodhur diçka. Çka ka ndodhur Aisha, i tha? Tha Aisha radhiyallahu anha, pejgamberi i Zotit tha, kështu ka ndodhur sot. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu i lartë madhëruar me atë ngjarje që i ka ndodhur sot asaj none, i ka obliguar xhenetin, ja ka bërë obligim xhenetin, Allahu ekber. Subhanallah. Au a'taqaha min an-nar, ose e ka regjistruar një herë për gjithmonë nga zjarri i xhenemit. Profetizimi mbi vdekjen e Sa'd ibn Mu'adhit radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'd ibn Mu'adh është një nga sahabët, subhanallahu, më të çuditshëm dhe interesant nga shokët e pejgamberit alayhis salam. Ndoshta është sahabiu që ka jetuar më pak në krahasim me sahabët e tjerë, dhe ka arritur një shkallë tek Zoti i gjithësisë që s'ka arrit asnjë. Normalisht përveç Abu Bekrit, Omerit, Othmanit, Aliut, thën muhabet tjetër, po flasim për tjerët. Pra ka jetuar në Islam 4 vjet afërsisht, dhe ka arrit në atë shkallë, në atë grad që arshi ka lujt prej vendit kur ka ndruar jetë, radhiyallahu anhu. Dhe në xhenazën e tij kanë marrë pjesë 70.000 melek, që s'ka ndodhur asnjëherë. Radhiyallahu ta'ala. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, والذي نفس محمد بيده إن منديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذه وألين. Një, le të themi, mindil, shami dore që do të përdori Saadi në xhenet, s'krahasohet me asgjë nga pëlhurat e kësaj bote. Çfarë mund të ketë për pëlhurave të kësaj bote, si mund të jenë më të butat, më të lëmuarat, më aromatikët, një mindil, që mindili është kështu për durët, ha? I Sa'd ibn Mu'adhit radhiyallahu ta'ala anhu. Njoftimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe profetizimi mbi Bilalin radhiyallahu ta'ala anhu. Çka ka thënë pejgamberi për Bilalin? Se po este para meje në xhenet. Dhe e pyeti, çfarë mendon ti se është kjo që të bëri ty të ecësh para meje? Tha Bilali radhiyallahu anhu, sa herë tha që un pastrohem, marr abdes, fal 2 rekat namaz. Heshtja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është një lloj miratimi, sepse po të kishte gabuar, do i thoshte jo, Bilal, nuk është kjo, po është diçka tjetër. A kupton? Heshtja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe
mos ndërhyrja në atë që mendoi Bilali se kjo është arsyeja që e ka fut në xhenet, do thotë është një miratim nga ana e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se çfarë tha Bilali është i saktë. Pra në qatë kushton që sa herë me abdes me falë 2 rekat namaz, asë i gjosë kushton. Ama futës e hadithi. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inni sami'tu dafana alayka bayna yadayya fil janna. Ma amilta amalan arja indi au anni lam atatahhar fi sa'atin min laylin aw nahar illa sallaytu bi dhalika at-tahuri ma kutiba li an usalli. Ndëgjova se ndjeva kërcitjen e ecmes tënde, e shapkave të tua ose nallonave të tua apo sandaleve të tua në xhenet para meje. Çfarë mendon ti o Bilal? Ç'është kjo punë me fjalë? E tha pejgamberi i Zotit, gjëja që më shumë ti unë mendoj se mund të jetë arsyeja e kësaj gjëje, nuk ndodh ndonjëherë që unë të pastrohem në çdo orë të ditës apo të natës. Edhe mas sabaut, që është koha e ndalume, edhe mas ikindije që është koha e ndalume, se ke arsye këtu, është qytet namazi me arsye. Vetëm se fal, sa më ka shkruajt Zoti me fal. Sa më ka shkruajt Zoti me fal. Përveç mas ikindije, që është nuk mundesh më shumë se 2, dhe mas sabaut nuk mundesh më shumë se 2. Ndërsa në kohët e tjera Allahu alem sa falte Bilali, radhiyallahu, ne nuk po themi, po të paktën bëje si edukat, sa herë merr abdes, fal 2 rekat namaz. Do thosh ti po kina punë dhe halle, e di vallai. Të gjithë hallet e botës ty të kanë në korrizme i zgjidh. Alhamdulillah. Njoftimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe profetizimi mbi Ja'far ibn Abi Talibin radhiyallahu ta'ala anhu. Ja'fari është kush? Çfarë ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Ja'farin? Gjaj apo çun gjaj? Ja'far bin Abi Talib. Çuni gjajës. A shumë ka dash pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Ja'farin, saqë ka thonë kur ka ardhur Ja'fari nga Etiopia, nga Abisinia, ka thonë la adri bi ayhima afrahu akthar bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far. Se di për çfarë të gëzohem sot më shumë, a se u shiru Khajberi apo se merdi Ja'feri radhiyallahu anhu. Ka qenë Ja'feri kopje e pejgamberit alayhis salam, edhe në pamje, edhe në sjellje dhe në edukat. Nuk ka pas njëri që të ngjante me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam nga sahabët, siç ka pas ngjatur çuni gjaj i Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Për këtë arsye kur kanë pas ata debat se kush ta mori në kujdestari gocën e Hamzait. Edhe pejgamberi sa më tha kështu, ti tha o Ja'far, tha, je si unë. Edhe në paraqitje dhe në edukat, në sjellje. Kurse ti tha ti tjetër, por tha, tezja është në vend të nonës. Dhe ja dha ati që kishte tezën e fëmis për bashkëshorte. Ja dha ati, do më thonë që ta merrte në kujdestari, sepse tezja është si nona. Njoftimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam normalisht për Hamzain radhiyallahu ta'ala anhu, se është për banorëve të xhenetit, dhe më të vërtet ne jemi dëshmitar të faktit që Hamzai ka vdekur si dëshmor. Pra pejgamberi sallallahu ka njoftuar përpara dhe ndodhi çka ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Sayyidu ash-shuhada, zotnia i dëshmorëve të xhenetit. Si më thon, më i miri i dëshmorëve të xhenetit, se dëshmorët janë shkallë në vete, po më i mirë ndërta është Hamza ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Prej profecive dhe profetizimeve, pra njoftimeve paraprake, duke qenë njerëzit gjallë, dhe pejgamberi sa se njofton se ky është për xhenetlive, dhe më vonë historia vërteton që ky njeri vdes si besimtar. Për këtë arsye po e konsiderojmë mrekulli dhe profeci. Njoftimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për Ukashën, historia e njohur e Ukashës. A keni parasysh historinë e Ukashës? Një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot shokëve të tij, Allahu mi paraqiti profetët
dhe popujt e tyre. Dhe pash profetin që kishe ndjekës 2 njerëz, apo një profet që kishte ndjekës 3 njerëz, apo një profet që kishte ndjekës 4 njerëz, shkoi deri tek 10-ta. 9 apo 10. Pastaj tha dhe pash profet që se ndiqte asnjë. Ka pas profet që ka ardhur popullit i ka folur mrekullie të gjitha, s'ka besuar asnjë njeri. Pastaj tha Zoti paraqiti një profet që kishte aq shumë njerëz sa që mendova se isha unë ai. Por se Zoti më tregoi se ai ishte Musa i biri i Imranit, pra me më shumë pasues. Pastaj Zoti më tregoi një profet që kishte mbush horizontin me pasues, ai isha unë. Dhe më njoftoi se 70.000 prej tyre do të hyjnë në xhenet pa llogari, pa hesab, pa asgjë, pa basi procedurë. Dhe hadithi tjetër që thotë këto 70.000 secili prej tyre do të ndërmjetësoj për 70.000. Allahu Ekber. Dhe kaq tha pejgamberi sa do u fut në shtëpi. Fillon këto tani të fol. Po kush mund të jenë këta 70.000? Njëri prej tyre tha, do të jenë ata besoj të cilët kanë pranuar Islamin të parët. 70.000 të parët, tha njëri. Tjetri tha, besoj do të jenë ata të cilët lindin në Islam, se ne kena pravuar shirkun, pastaj jemi bë musliman. Si më thonë se meritojmë të qenë kaq të pastër. E tu dhon mendime këto. Del pejgamberi sa se masi farkoi këto vazhdojnë në njëri tjetrin, kush mund të jetë 70-shja. Tha pejgamberi sa selam, për çfarë po debatoni, than pejgamberi i Zotit, për 70-shën. Tha pejgamberi sa selam do të jenë ata të cilët la yastarqun wa la yatatayarun wa la yaktawun wa ala Allahi rabbihim yatawakkalun. 70.000 do të jenë ata të cilët nuk bëjnë yshtje të ndaluar, jo yshtje të saktë. Ata të cilët nuk ndikohen nga besytnit, ata të cilët nuk shërohen me zjarr. Pra nuk e përdorin zjarrin si metodë shëruese, përveç se kur është e nevojshme, ekstrem. Ata të cilët i mbështeten Allahut në çdo lloj situate dhe gjendje. Atë moment çohet Ukasha ibn Muhsin dhe tha, o pejgamberi i Zotit, tha po, lutju Allahut që t'je mund prej tyne. Tha pejgamberi sa them, ente minhum, po tha ti do t'jesh prej tyre. U çui tjetër dhe tha pejgamberi i Zotit tha, lutju Allahut dhe për mua. Tha pejgamberi sa them, sabaqaka biha Ukasha, e zuni Ukashja. E zuni Ukashja, u zuveni. Iku. Dhe Ukasha ibn Muhsin radhiyallahu anhu ka ndruar jetë shumë më vonë nga luftrat radhiyallahu ta'ala anhu, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Njoftimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për dhe profetizimi i tij për Abdullah ibn Salamin radhiyallahu ta'ala anhu. Ju e dini besoj pra të gjithë e keni ndërmend historinë e Abdullah ibn Salam se ka pranuar Islamin. Ka qenë një nga dietarët dhe rabinët e njohur hebrejt të Medinës, i cili pa tek pejgamberi sa sem të gjitha shenjat e profetit të fundit, e ka dëgjuar pejgamberin sa sem dhe e ka hetuar nga larg pa u prezantuar dhe me veten e tij është bind se ky është profeti i fundit dhe i kërkon një takim një ditë pejgamberit alayhis salam dhe i thotë o Muhammed, i thotë, i bën disa pyetje të fundit që i kishin mbet atij si pyetje. I përgjigjet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe i tha, dëshmoj se je i dërguari i Allahut dhe pranoj Islamin. Tha, o Muhammed, thirrri hebrejt e Medinës dhe pyeti për mua. Pastaj unë do të dal dhe pyeti prapë për mua. Dhe kështu bëri. I mlodhi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hebrejt e Medinës dhe Abdullah ibn Salam ishte i fshehur, mas perdes, si më thon. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, eju rajulin Abdullah ibn Salam fikum. Orta çfarë burri ose si e njihni Abdullah ibn Salamin? Ata thanë ai është zotnia jon, profesori jon, dietari jon. Hoxha jon, si më thon. Më i lartë në mesin ton, më i ditur në mesin ton. I tha pejgamberi sa sem Abdullah ibn Salam tha doli. Tha çfarë ke për të thënë? Tha ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tha pejgamberi sa çfarë thoni për të tani? Tha më i poshtrit, biri më i poshtrit, më i keqi, biri më i të keqit.
më i flismi, më subhanallah. Alhamdulillah. Pejgamberi sa sem tha për Abdullah ibn Salamin radhiyallahu ta'ala anhu, pra tregon Amr ibn Sa'd rahimahullahu ta'ala, i cili tregon se babai i tij i ka thënë e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nuk babai i tij, pra babai i Amrit, Sa'd radhiyallahu anhu ka thënë nuk kam dëgjuar për ndonjë njeri të gjallë që ecën mbi sipërfaqen e tokës, që dëshmoi pejgamberi sa për të se është banor i xhenetit përveç Abdullah ibn Salami. Dhe Abdullah ibn Salami radhiyallahu anhu ka qenë referencë, Omer radhiyallahu anhu e pyeste shpesh. I thoshte po çfarë thuhet, si është në librin, si ka qenë thonë, cilat janë shenjat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në librin e më përpashëm kështu me radhë. Radhiyallahu ta'ala anhu, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Po mirë, ky sahabiu që tha s'kam dëgjuar për dikë që ecën gjallë mbi sipërfaqen e tokës që dëshmoi pejgamberi sa se është banor i xhenetit përveç filanit, ndërkohë që ne dim edhe për shumë të tjerë. Ky ka fol për ai sa ka pas dije. Ky sahabiu ka fol për ai sa ka pas dije. Ky s'ka dëgjuar as tjetër, ky ka fol për atë që ka pas informacion. Radhiyallahu ta'ala anhu. Njoftimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe profetizimi mbi Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Mas'ud është i pari që ka lexuar Kur'an haptas në mesin e Mekasve. Pra për herë të parë Mekasit, idhujtarët, paganët kanë dëgjuar Kur'an haptas me zë të lartë, nga cili Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu ta'ala anhu. Thot, një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam futet në xhami, ndërkohë që ishte aty Ebu Bekri Omeri. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri dhe Omeri. Abdullah ibn Mas'udi ishte në xhami dhe po lexonte surën An-Nisa namaz. Me zot ulet shumë po lexonte surën An-Nisa. Kur arriti tek ajeti i 100, po bënte dua Abdullah ibn Mas'udi. Pejgamberi sa se foli nga jashtë namazit. Tha, is'el tu'ta. Kërko çfarë të dush, se do ta japi Zoti. Kërko çfarë të dush, se do ta japi Zoti. Pastaj tha pejgamberi sa selam, men sarrahu an yaqra al-Quran ghaddan, transmetim tjetër, tarijen, kema unzila falyaqra'uhu bi qira'ati ibn Abd. Kush dëshiron ta lexoj Kur'anin të pastër, të freskët, të njom, siç ka zbritur nga Zoti, le ta lexoj me leximin e Ibn Abd. Kështu ka pas emrin Abdullah, do të thonë një nga pseudonimet që ka pas Abdullah ibn Mas'udi, titull që ka pas Ibn Abd. Kështu i kanë pas thënë Ibn Abd. Të nesërmen, çfarë i tha pejgamberi sa sem, kërko çfarë të dush se Zoti do ta japi. Jashtë. Shkon tani Ebu Bekri ke Abdullah ibn Mas'udi. Të nesërmen. I thot ata bëj një pyetje, i thot po, mrom ishte duke fal namaz ta, po. Ata bëj një pyetje tha. Kur ka arrit ka ajeti 100, çfarë duaje ke bë? Tha u luta Abdullah ibn Mas'udi. Tha u luta duke thënë, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad, wa na'iman la yanfad, wa murafaqata Muhammadin fi a'la al-janna al-khuld. Subhanallah. Në atë moment që pejgamberi ka fol nga jashtë, ka thonë kërko çfarë dush se Zoti do japi, Abdullah ibn Mas'udi nuk e kanë gjuhë. Kanë qenë larg ta. Si më thonë ka pa pejgamberi se dur. Tani kërko çfarë dush. Ka fol pejgamberi se në vete. Ky në atë moment ka ndaluar dhe ka bë dua. I ka shkuar Abu Bekrit dhe i ka thonë mrom kur po false namaz. Arritet tek ajeti 100. Ndalove, ç'e duaje ke bë? Çfarë lutje ke bër? Tha u luta kështu. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. O Allah, kërkoj prej teje
iman, besim të pa revokueshëm, pra stabil, si më thon, të fortë. Wa na'iman la yanfad, dhe begati që s'mbarojnë kurrë. Në xhenet, vetëm në xhenet s'mbarojnë begatit. Wa murafaqata Muhammedin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld, dhe të jem bashk me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në xhenetet e përjetshme më të lartat. Mas pak erdhi Omeri, se me kishte pejgamberi sa se mrom. Me Ebu Bekrin dhe Omerin, tani këti në rritë menja, kërko çardush që ka kërkuar në atë moment. Erdhi tha Omeri. Dhe për ta pyet, i tha Abdullah ibn Mas'udi, më pyeti Ebu Bekri. Më pyeti Ebu Bekri. Nuk e kam pas qef, të lavdrojshin veten në adhurime. Subhanallah, sa dop do të ishim ne për shembull të na u thujtë në një gjë e tillë. Do ta përmendshim mas të mësimi. Se kështu më ka thonë mu. Përsa ai nuk i dha përgjigje fare, tha pyeti Ebu Bekri. Për këtë që po pyeti Ebu Bekri. Subhanallah. Tha ai Omer radhiyallahu anhu, tha irhamullahu Abu Bekr. Allah më shiroftë Ebu Bekrin, tha. Nuk ka ndodhur ndonjë gjë e mirë në këtë botë që mos na e kaloi. Radhiyallahu ta'ala anhu. Zoti qoftë i kënaqur prej tyre. Njoftimi dhe profetizimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për Ammar ibn Yasirin dhe familjen e tij se janë për banorëve të xhenetit. Hadithit pra dihet që ka kalu pranë tyre pejgamberi sa se ndërkohë që po ndëshkoheshin radhiyallahu ta'ala anhum, dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sabran ala Yasir fa inna maw'idakum al-janna. Duroni, boni durim o familja e Yasirit, se vend takimi ynë do të jetë në xheneti. Dakor, këta të dy vdiqën në moment, ishin dëshmorë dhe banorë të xhenetit. Mbeti profetizimi mbi Ammarin. E kemi kalu profetizimin mbi Ammarin më përpara. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për grupin më afër të vërtetës, sinjalizimi ka qenë me Ammar ibn Yasirin radhiyallahu anhu. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam taqtuluhu al-fi'atu al-baghiya, do ta vrasin Ammarin zullumqarët. Me të vrasë zullumqari i bie që ti jesh dëshmor dhe shahid. Radhiyallahu ta'ala anhum. Zoti qoftë i kënaqur prej tyre. Profetizimi mbi Salman el-Farisiun radhiyallahu ta'ala anhu. Pra ka profetizuar se është për banorëve të xhenetit. Dhe me të vërtetë Salman el-Farisiu radhiyallahu anhu ka ndruar jetën ka ndruar jetën si besimtar, s'ka dyshim me fjalë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam innal jannata la tashtaqu li thalathatin. Xheneti ka mall për 3 njerëz. Subhanallah, la ilaha illallah. Aliun wa Ammar wa Salman. Për Aliun, për Ammarin dhe për Salmanin radhiyallahu ta'ala anhum. Zoti qoftë i kënaqur prej tyre. Kemi njoftimin e pejgamberit sa për Waraqatu ibn Nawfal, sa është për banorëve të xhenetit. Tani kjo nuk mund të futet si një profetizim që do ta përjetojmë kur ta shohim në xhenet. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam la tasubbu Waraqat ibn Nawfal fa inni ra'aytu lahu jannatan aw jannatayn. Tha mos folni keq për Waraqa ibn Nawfalin, se unë kam parë që Zoti ka dhënë 1 ose 2 xhenete. Waraqa ibn Nawfal cili është? Është ai i pari që besoi në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. I pari që i tha ti je profet, i pari që tha kjo është shpallje, i pari që tha aty isha i fortë, të bësh aty krah kur të luftojnë, kur të nxjerrin, ishte Waraqa
ibn Naufel. E njëjta gjë edhe për Haritha ibn Zeid ibn Haritha, do të vi çik më mbrapa inshallah taala. Okej, njoftimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për Haritha ibn Suraka radhiyallahu taala anhu se është për banorëve të xhenetit. Cila është historia e tij? A keni dëgjuar historinë e Haritha ibn Suraka radhiyallahu anhu? Ai që u vra gabimisht në Bedr. Është një sahabi që është vrarë, si thonë ato, zjarri nga zjarret mike. Keni dëgjuar shprehjen, është mbeti i vrarë nga zjarret mike, pra gabimisht nga ushtria, nga shokët e vet. Pra kur ka nis lufta e Bedrit, një shtinz ka shku gabimisht dhe i ka rënë Harithes radhiyallahu anhu. Tani njerëzit kanë filluar me fol. Se logjika është dëshmor që ai që e vret armiku. Ky mund të quhet i vdekur, kaq. Edhe është bërë shumë merak nëna e Harithes radhiyallahu ta'ala anha. Ai ka qenë çuni i vetëm. Edhe ka ardhur nona e tij tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam atë ditë dhe ka thënë: "Ya Rasulullah, qad alimta mawqi'a Harithata min qalbi, fa in kana fil janna lam abki alayhi, wa illa sawfa tara ma asna'." Tha pejgamberi i Zotit, ti e di se çfarë vendi ka pas Harithe në zemrën time. Nëse është në xhenet, pik loti s'ka për të ndalë për të. Amo nëse nuk është në xhenet, pra se po fliçin njerëzit, s'është dëshmor, po thoshin njerëzit, se dëshmor quhet ai që vret armiku. Tha, ke për të habit edhe ti, pra me kuptimin do të qaj pa pushim për të. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hebilti e gjenne wahide hije, innaha gjinanun këthira, wa inna ibnaki asab al firdaus al a'la minha. Tha, hebilti, ke lujt men qoj gru, as jen vete, a jen men, si me thonë, kështu shqip. Qarë gjenete po thua? Shumë gjenete, nërsa djali yt ka zënë firdausin më të lartë, pra shkallën më të lartë në firdaus, si me thonë. Subhanallah. Si jemi me kohën, kemi kohë. Njoftimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për Harithatu ibn Nu'manin dhe profetizimi për të. Nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha tregon. Një ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: "Nimtu fara'aytuni fil janna fa sami'tu sawta qari'in yaqra'. فقلت من هذا؟ قالوا حارثة بن نعمان. كذلك البر كذلك البر." Një ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam zgjohet dhe tha: "Kam parë veten time mbrëm në ëndër sikur isha në xhenet." Dhe dëgjoja një zë të bukur që po lexonte Kur'an. Më mahniti, aq bukur po lexonte Kur'an. Pyeta në xhenet, ka pyet: "Kush është ky që lexon kaq bukur Kur'an?" Më than: "Ai është Harithatu ibn Nu'man." Pastaj pejgamberi sa sem komentoi duke thënë: "Kedhalika al-bir, kedhalika al-bir." Kështu shpërblehet respekti ndaj prindërve, kështu shpërblehet respekti ndaj prindërve. Nëna e besimtarëve komenton mbas pejgamberit dhe thotë: "Nuk ka pas njeri më respektues ndaj nonës vet se sa Haritha në mesin e sahabëve, radhiyallahu ta'ala anhu." E Zoti më e përgëzoi me xhenet duke qenë gjallë, radhiyallahu ta'ala anhu. Tham pra, pse quhet kjo mrekulli? Pse quhet mrekulli? Sepse sahabiu në fjalë ka jetuar si besimtar dhe ka ndruar jetë si besimtar, pavarësisht se pejgamberi sa këtë fjalë e ka thënë duke qenë gjallë sahabiu në fjalë. Për këtë arsye quhet mrekulli dhe profeci njëkohësisht. Njoftimi i pejgamberit sa për Ebu Dahdahin se është për banorëve të xhenetit. Ja keni parasysh historinë e Ebu Dahdah?
Historia e palmës jetimit që qëllon ndajnë tokën dy persona dhe i bite palma në tokën e njënit dhe zbite në tokën e jetimit. Tokën e jetimave, më falë. E ato kishin ngel të fiksume, ke përse kur fiksohet robi ka i herë, të ka palma dhe vind të pejgamberi sasem. Pejgamberi sasem i dhem zemra për jetimet, piklohet, edhe i thot ati pronarit palmës, thot, a ta ndrojmë këtë palmën, i thot me një palmë në xhenet, i pja jetimve se do të kesh një palmë në xhenet. Fjala e pejgamberit sasem do të kesh një palmë në xhenet, çfarë do thot? E ketë sigur xhenetin. Se palma ka nevojë për Zotin e vet, që ta vjeli. Ose që të ushqehet, se s'ka nevojë më u vjel në xhenet asgjë. Vjen nga goja. Tha jo, tha të zbohet fjalë, tha. Tha pejgamberi sasem sahabëve, kush e blen palmën e filanit, se i garantojmë ta një palmë në xhenet. Vetëm t'ja blej, t'ja japim jetimave. E vishin ofertat, s'ngjojta e gjallë në botë. Sa më shumë të rriteshin ofertat, aq më shumë i rritej atij oreksi për mos me pranu ofertë. Dhe sa vjen Abu Dahdaja radhiyallahu ta'ala anhu dhe i thot, o filani thot, a ma shet atë palmën me fermën time në filan vend? Kishte, si më thon, kopshtin më të madh në Medinë, fermën më të madhe të hurmave të Medinë kishte Abu Dahdaja radhiyallahu ta'ala anhu. E menoja, tha kjo është ofertë, po tha jam dakord. I tha ta kom shit. I tha dakord. Bon marrveshjen e shitblerës në syt pejgamberit alayhi salatu selam. Aty tha pejgamberi sa sem këtë fjalë, tha kem min idqin dawahin li Abi Dahdahin fil janna. Me sa pem hurmash e ka kompensuar Abu Dahdaja pemën e hurmës në xhenet. Pra nuk e kompensoi Zoti 1-1, po ja kompensoi Zoti 1 me të gjithë numrin e palmave që kishte ferma e tij. E kur shkon Abu Dahdaja radhiyallahu anhu ke kopshti, ato po vilshin hurmat, gruaja, kalamajt, tu gëzu, tu vjel hurmat. Edhe i thot dilni jashtë. Nga jashtë ky s'futet fare mrena. Thot, pse dalim jashtë, dilni jashtë, thot se e kam shit. Thot, si e ke shit? Po, thot, pasha Allahun, e kam shit, thot, me një palmë në xhenet. Dalin, si që ishin, dhe kalamajt, duke dalë, morin hurma në dorë. Kalamajt, e ke parasysh? Ky u ahej gjithë hurmat nga dora. Lejni aty, tha se i kemi shit. Radhiyallahu ta'ala anhu, subhanallah, Zoti qoftë i kënaqur me ta. Si jemi me kohën? Atë po e bëjmë edhe një të fundit fare, inshallah ta'ala, njoftimi dhe profetizimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për Amr ibn Xhemuhin, sa është për banorëve të xhenetit duke qenë ai gjallë. Çfarë është historia e Amr ibn Xhemuhit? A e mani mend që e kena marrë tek Uhudi? E majnë men thonë, ju për në vjezor me e thonë. Amr ibn Xhemuh radhiyallahu ta'ala nuk ka qenë topall. Dhe ka qenë burr i vjetër. Kur bëhet muhabeti për luftën e Uhudit, pejgamberi sasem thot, përjashtohet çdo njeri që është në moshë, çdo njeri që është ai që është probleme me shikimin, ai që është i thyer në moshë, ai që ka probleme me tecmën, dhe një nga këto që kishte probleme me tecmën ishte Amr ibn al-Xhemuh radhiyallahu ta'ala anhu. Ai e ngjoi pejgamberin sasem as se futi fare në listë. Tha pejgamberi Zota, kam i pyetje unë. Haj, tha pejgamberi sasem. Tha po u vrava nesër në luftë, në xhenet do të jem topall apo do të jem sakllam? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha ti do të jesh sakllam në xhenet. Ti do të jesh sakllam në xhenet dhe me të vërtet të nesërmen në Uhud pra ka qenë ndër të parë që ka ndruar jetë, radhiyallahu ta'ala anhu, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha e pa trupin e tij dhe tha:
كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. Ju drejtua pra trupit ti dhe tha, po të shoh që po ecën në xhenet me kam saklam, Allahu Ekber. Me këmbën e shnetshme, saklam, pra në rregull. Radiallahu ta'ala anhu, Zoti qoftë i kënaqur prej tyre. Mirë vëllezër, mjaftohemi me kaq inshallah ta'ala. Zoti na bashkoft me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në xhenet, me shokët e tij në xhenet, e na i falt taksiratet, gabimet, gjunofet tona. Shpresa jonë është ka Allahu, tek ai e kemi shpresën. Zoti na trajtoft siç është Allahu, e mos na trajtoft Allahu siç jemi ne. Amin.